Moshkëri kokosha, sëmundja misterioze që prek rrugët e frymarrjes. Cigaret elektronike me shije shpesh të tregtuara me apel si karamele mund të jenë shumë të rrezikshme se sa duken. Një rast i fundit që përfshin një adoleshent amerikan i cili zhvilloi bronkiolitis obliterans, i njohur zakonisht si mushkëri kokosha, pas 3 vjetësh avullimi sekret nxjerr në pa rreziqet alarmante. Një gjendje pakthyeshme dëmton rrugët më të vogla të ajrit mushkërive duke çuar në kollitje kronike dhe vështirësi në frymarrje gjatë gjithë ditës, duke lidhur me ekspozimin e diacelitit të fabrikave kokoshkave. Sëmundja tani po rimerret në lidhje me kimikatet e gjetura në avujt e cigareve elektronike, veçanërisht agent aromatizues që bëhen toksik kur nxehen dhe kur thithen. Me më shumë se 180 kimikate aromatizues përdorura në lëngjet shumë të paprovuara për inhalim, ekspertët po japin alarmin. Ndërsa këto substanca mund të jenë sigurta për të ngrënë, mbrojtjet natyrore të trupit anashkalohen kur ato thithen, duke dhënë potencialisht komponime toksike direkt në mushkëri dhe rrjedhën e gjakut. Çështja ka ngjallur thirrje të ripërtërira për rregullimin më të ashpër dhe ndërgjegjësimin më të madh publikut, veçanërisht tek adoleshentët, ndërsa trendi i avullimit vazhdon, pasojat afatgjata shëndetësore po bëhen tragjikisht të qarta. Thithja e shijeve të ëmbla mund të vijë me koston e dëmtimit të përhershëm të mushkërive.